Shumë shkort po mënora mi u kallzu ai I cili e ka vra Aliun radiallahu anhu. E di që kam puna e tina. Ka mësu Kur'an të shokët e Rasulit alayhi salam. I dallum në mësimin e Kur'anit. Omeri radiallahu anhu I ka shkru njanit për judhezve, I ka thonë mere, afrohe nga xhamis, le t'i mëson njerëzit Kur'an. Por qëta, I cili e ka vra Aliun radiallahu anhu. Edhe pse po ta kallzoj qëta? Për shkak se që kjo është njëna prej devijimeve shumë të rrezikshme. Kur ti mëson, tani duket vetja që e ba dikushi. Por ata na kallzon Allahu azza jall për jahudit. A di kush problemi jahudive? Jahudit thonë nahnu abana'ullah, na jem Allah na rujt bite Allahut. Wa ahibba'uhu, të dashurit e tij. Domethënë, tu të hi vetja në qef, kalon në shkalla tjera. E për çeta na ka kallzu Allahu azza jall për jahudit, por mos më basi kur ata me prejk me kam tokë që shtojnë popullin. E ti pse po ta përmeni këta musliman, por me të kallzu që të lloj devijimit. Se na sidomos shqiptarët nuk I kena ngu fort këta dhe si na marr fort me to se na kem problemin qysh më u bë musliman të mirë. Tash rujo se kur të bash kështu, Allah na rujt të hen vetja në qep, kalon në anën tjetër. E kjo është jashtëzakonisht e rrezikshme. Kjo ka ndodhur shumë për muslimanëve. Kështu që rujo rreme kam tokë, lutë Allahun azza wa jall, këshiri gjinaat e tua, këshiri haramet e tua, edhe lutë Allahun azza wa jall me të falë. Edhe ruje gojën tanë, mos fal për njerëzit, mos fal për gjinaat e njerëzve. Mos u merr se tu I çpurth gjinaat e njerëzve dikur të mushet menja që vetja je dikushi. Allahu azza wa jall na falë, na bëj muslimanë të mirë.